I fiku edhe aksionin Partisë Demokratike dhe Opozitës, se prej 2 të hënash përfshihet edhe sot unë bajta ajo foltoria para kryeministrisë, i mori kauzën e protestave që Berisha i kishte nga dhjetori deri para pak javësh. Tani, pa diskutim, opozita nuk mund të jetë kundra asnjë lloj proteste. Me sa njohun, Ka patur individ brenda Partisë Demokratike që kanë bërë akuza për Sorosin, i kanë quajtur mercenar ata që protestojnë. Pa diskutim, tu ekziston realisht një e vërtetë e tillë. Unë mendoj që Partia Demokratike nuk mund të jetë në kundra protestës, edhe pse më pëlqen fakti që u shpreh pro atij investimi. Po, këtu janë njësoj me Ramën, vetëm ndahen nga forma, transparenca, projekti. Pa diskutim, është unë ta mora rastin e Club Mediterran, ku kjo kompani e famshme franceze erdhi nga kohë me atëherë, iku, investimi vazhdoi. Pra ne dhe nga pikpamja, po ta rikthesh dhe nga pikpamja, unë kam munduar të dëgjoj disa ekspert fushës turizmit e tjerë. Kjo do të thotë në zonat e mbrojtura nuk do të thotë që nuk lejohet investimi, po investimi duhet bërë me kushtet që përcakton ekosistemi, pra do të përcaktohet gjatësia deri nivelin e pishave, tjera ekosistemi tjetër. Pra, anët midisore. Pra, dhe një kompani prestigjioze, saq pretendohet që do të vinte ajo kompani ndërkombëtare, do ta ruante këtë lloj ekosistemi kushtet që flasim. Megjithatë, problemi që ndron dhe gjithë problemi i ngritur në këto është një xhelozi ose një frikë nga konkurenca pjesa tjetër e biznesit dhe disa biznesmen fuqishëm në Shqipëri, të cilët dëshironin që atë projekt ta merrin ata. Po këto historitë me Greqin brapa, Iran brapa. Nuk mendoj që kanë lidhje, pa diskutim që mund shfrytëzohen. Unë kam parë dhe kosovar që bënin thirrje që Albin Kurti të jetë kryeministri i 2 vendeve. Po, kishte edhe thirrje për Kurtin. Ekziston një lloj, kam parë edhe lider të partive të reja apo partive të vogla tashmë, cilët duan ta kapitalizojnë. Sepse janë çdo ditë pjesëmarrës në atë protestë, Arlin Qori, Adriatik Lapaj, është Agron Shehaj. Janë gjithë shumë mirë bëjnë që janë. Ka dhe ata që thonë që ka edhe Erion Veliaj organizimin e tij në këtë protestë. Po Erion Veliaj mendohet është thënë nën rrogoz, por nuk di sa vërtet është Zamir Mane e tjerë biznesmen të tjerë, të cilët nuk e kuptojnë çfarë rëndësie dhe peshe duan t'i japin, madje po investojnë për të ndërtuar një subjekt të ri politik. Dhe këto janë skenare të cilët sa mund të jenë vërteta, aq dhe nuk mund të jenë vërteta, kjo pak rëndësi ka. Ne merremi me atë çfarë shohim dhe me atë çfarë komunikohet. Unë analizën e bëjmë mbi këtë lloj parimi, unë nuk merrem me hamendësime apo me informacione që qarkullojnë nën tryeza. Po i përmendim të gjitha çfarë po thuhet. Por po merremi me atë çfarë kemi parë dhe me atë çfarë artikuluar në protestë. Mendoj që ka peshë shumë të rëndësishme. Kjo protestë nuk ka fokus të qartë. Nuk është përcaktuar motivi, qëllimi dhe mënyra se si do realizohen këto gjëra. Së treti dhe më rëndësishmja, vulgariteti ka dalë në sipërfaqe dhe po e delegitimon protestën qytetare, madhështore, të qindra njerëzve të cilët shpresojnë se vërtet një protestë e lirë qytetare ku nga veriu në jug janë ngritur njerëzit për t'i dhënë mbështetje dhe shpresojnë për t'i dhënë mbështetje, nuk do kishte mënyrë më spektakolare, më të bukur për ta delegjitimuar apo për ta asfiksuar një protestë. Për fund, ajo që po ndodh edhe jashtë Tiranës në shumë qytete që ti e përmende, por edhe jashtë vendit, nga Amerika, shtetet europiane, protesta e shqiptarëve para ambasadave të Republikës së Shqipërisë atje, dhe ndërkombëtarizimi i çështjes së Zvërnecit dhe protestave në mediat prestigjioze ndërkombëtare europiane dhe amerikane. Pse gjithë ky interes i madh, fakti që është vetëm dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump me investimin atje, apo çfarë interesi ka Shqipëria? E ka parë dhe Rama këtë çfarë po ndodh këtu që është interesi në mediat prestigjioze botërore? E vetmja gjë që më ka pëlqyer nga kjo gjë është emri i protestës Revolucioni Flamingove. Jo protesta. Emri i protestës të Revolucioni Flamingove është një gjetje shumë e bukur, spektakolare, shumë romantike në thelb, tregon që ne jemi një popull shumë emancipuar, por që në thelb në qoftë se do të përktheheshin fjalimet e njerëzve që dalin në tubim dhe duhet të shpreheshin qartë, pa emocionin e turmës, do dilim
do dilim revolucioni i gorillave dhe as pak revolucioni i flamingove. Nuk ka fare elegancë në fjalimet dhe njerëzit që po e mbajnë peng protestën. Për njës vërtetës ka vetëm vulgaritet. I shëmtuar, vulgaritet që nuk përfaqëson ftyrën e qindra qytetarëve shqiptarë që janë aty, gjenden aty dhe që emocionaliteti nuk i lejon që të shohin përtej entuziazmit tyre. Për fund, Mendoj që mediat ndërkombëtare janë tërhequr më shumë nga lidhja e familjes Trump në sesa nga presioni që kjo protest ka ngjallur në raport me qeverinë. Ju keni parë protestat që bën Greqia, keni parë Jelek Verdhat në Francë, i keni ndjekur, i keni transmetuar, kanë qenë jo vetëm simbolike, por edhe mënyrën e qasjes ndaj qeverisë, mënyrën e simbolikës, mënyrën e retorikës, por edhe akteve të bëra. Kanë qenë shumë kumtiplote, shumë të forta, shumë të thella që e detyruan presidentin francez të mbante qëndrime realisht në funksion të interesave që kishin qytetarët francezë. Ashtu ka ndodhur dhe me Greqinë. Ju e pat protestën e fermerëve që bllokuan autostradat dhe mënyrën se si e trajtuan institucionin duke e goditur me bajgalope etj. Pra simbolika dhe mënyra se si e trajtojnë pushtetin ata janë të qartë dhe kërkesat që kërkojnë. Prandaj qytetarët, drejtuesit e kësaj proteste nëse kanë, duhet të shkojnë përtej ambicieve personale, megjithse unë në këtë fazë që është kjo protestë, është kapur, është delegitimuar, është fragmentarizuar dhe nuk do të ishte çudi që edhe grupet brenda protestës të hynin konflikt njëra me tjetrën. Të shikojmë se si do të jenë zhvillimet me këtë protestë, por edhe që do të bëjnë palët politike, qeveria dhe opozita në anë tjetër. Redali Dedaj, falenderoj shumë që isha. Ishte kënaqësi. Faleminderit edhe për ju. Koalicioni Pro Familjes